Parashikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ qendror këtu në Blu Televizion. Presidenti Bajram Begaj ka thyer heshtjen dhe ka reaguar për herë të parë për protestat qytetare në ditën e 25 të tyre. Në fjalimin e tij për 100 vjetorin e krijimit të prefekturës së Tiranës, kreu i shtetit tha se e drejta për të protestuar është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta dhe duhet të ushtrohet dhe në respekt të saj dhe ligjeve të vendit. Presidenti Bajram Begaj ka thyer heshtjen dhe ka reaguar për herë të parë për protestat qytetare, pikërisht në ditën e 25 të tyre. Në fjalimin e tij në 100 vjetorin e krijimit të prefekturës së Tiranës, kreu i shtetit tha se e drejta për të protestuar është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta dhe duhet të ushtrohet në respekt të saj dhe ligjeve të vendit. Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësore. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet të ushtrohet në pajtim me kustetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kustetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Si presidenti i Republikës, ai shprehu gatishmërinë për nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit në shërbim të interesit kombëtar. Mbetemi përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euro-atlantike të vendit, u shpreh Begaj. Zona ish stacionit të trenit vijon të mbetet në mbushtetin e gropave të shumta si dhe pellgjeve me ujë. Banorët, të cilët çdo ditë detyrohen të kalojnë në një rrugë që nuk ka asnjë kusht në infrastrukturë, janë të zhgënjur pasi sipas tyre pushtetarët vinë sa herë ka zgjedhje, por më pas zgjedhësit harohen. Zona e ish stacionit të trenit, pjesë e lagjes 24 Maj në Vlorë, edhe në 2026 vazhdon të mbetet nën pushtetin e gropave të shumta si dhe pellgjeve me ujë. Banorët, të cilët prej vitesh jetojnë në këtë zonë, thonë se janë penduar që kanë blerë shtëpitë aty. Kjo për shkak se çdo ditë detyrohet të kalojnë në një rrugë që nuk ka asnjë kusht në infrastrukturë. Për shkakun e rrugës, banorët tregojnë se nuk guxojnë të hapin as dritaret e shtëpive, pasi i mbit pluhuri dhe papastërtitë. Për kushtet e munguara të bllokut të banimit pohojnë se kanë bërë një sër ankesash, të cilat nuk janë marrë asnjëherë parasysh. Sipas banorëve, pushtetarit bëjnë sikur i dëgjojnë hallet e tyre sa herë që ka zgjedhje dhe më pas çdo gjë harrohet. Në këtë zonë, vonë kam ardhur kur është bërë pallati se kam ndonjë poshtë në Çolja, ndaj në fundi. Kurse që kur kam ardhur këtu, edhe deri më sot erdhëm me qëllim që tham do rregullohet diçka, se ishte dhe stacioni i trenit këtu, e tham po do rregullohet. Kjo një të bërë është bërë këtu, nuk hapin dot dritaren, vetëm na pluri makinave. Këtu më mirë bjerë shi çdo ditë 24 orë vu vetëm shi. Balta po do e qajnë baltë, po nëse hapin dot dritaren e dhomës fare aty. Nuk ajrosim dot shtëpinë. Po gjendjen ju e shikoni gropa dynjaja more vëlla. Këtu nuk kalon dot. Do qis me peshkatari këtu të dalësh në pallatin pallat. Shumë problem është për të qenë. Se ja sepse është bërë gropa dynjaja, e thanë do ta shtrojnë edhe nuk e shtruan. E kemi shtruar këtë problem bile, kemi vajtu dhe në bashki para ca kohësh. Para një 4 vjetësh, 5. Hiç as përgjigje as gjë, thanë do ta rregullojnë. Para rastit të votimeve, që qenë votimet e mbarshme, thanë që do ta rregullojnë. Prun një 2 makina çakëll edhe e shtruan deri te pallati tjetër. Nuk e shtruan më. Jo, shpresat i kam humbur. Nuk kam shpresa për lloj shteti. Po, përshëndetje, po jam banor. Të paktën kam 4 vjet. Po këtu erdhi para një, kishte do të bënte mbledhje me këta, u mblodhën gjithë njerëzit, vetë njëna ata të besuarit e partisë, i thotë s'ka njerëz, ne po e prisim një të ikur me makina andej për të bërë mbledhje, sepse njerëzit kanë në këtë lagje, do me thënë vetëm kanë ankesa, njeri nuk vinë edhe, kur mblidhen njerëzit i thonë këta patronazhistat i kanë ndej se. Po vetë makina gjitha na u shkatruan tani, para një 2 muaj kaloi një ekskavator kështu,
i dha një sa përsye faqe edhe u mbush prap me këtu mbeturina me gjitha, si ta shkosh. Si janë kompakt? Ja, s'ka nevojë, ja, vetëm kalo kështu me telefone do ta shikosh vetë si është, nuk ka nevojë domethënë. No comment është komplet. As edhe një shpresë. Vetëm fjalë. Vin këtu marrin vota, pikën edhe hasta la vista. Po, nga 2003 kemi këtu te ky pallat që banojmë, e njëjta gjendje është si çdo ditë. Nuk është se ka ndryshuar ndonjë vit edhe pse kanë bërë premtime në për fushata që e kanë të zakonshme premtimin, edhe sa marrin votën dhe pastaj më mbrapa thonë ku jemi pa, është një gjendje mjerueshme këtu para pallatit tonë. Vetëm këtu para pallatit tonë, gjithë lagjet janë shtruar, janë rregulluar, këtu ka ngelu këtu, se ku ka ngecur e din ata. Po me të thënat e njerëzve na thonë që këtu te stacioni trenit e ka marrë me qira djali Valentina Leskës, ka futur materialet që bëjnë andej nga lagja historike që i nxjerrin që andej materialet jo të rregullta dhe i depozitojnë këtu. Edhe ka ngelu kështu, kjo e ka marrë ai për 25 vjet, domethënë është katastrofë. Unë nuk i hap, jam kat dytë dhe nuk i hap dritaret fare sepse sado që ashtu dhe në katin e 8 shkon pluri. Në katin e 2 vinë më shumë sepse është më afër sipërfaqes së tokës. Dhe unë nuk i hap fare dritaret. Është merr. Nuk dalim dot. Andej nuk dalim dot, do i bjem këte rreth nga është, do kalojmë një pjesë të vogël të paktën, që është me gropa, edhe do dalim rrugës për të dalë tek një shërbim që na kërkohet në lagjen tjetër këtej ata. Po patjetër jemi ankuar neve dhe jemi ankuar jo para se të bëhesh zgjedhja e kryetares së bashkisë. Na dhan fjalën që ne do e shtrojmë këtë këtu. Ata që erdhën, jo kryetarja. Pastaj erdhën 2 makina zhavor dhe ushtrua vetëm ai pallati atje sepse ai kishte një që ishte organizator në fushat. Asnjëherë. Unë kalova këtu 2003 një llogaritë se sa kemi 24 vjet, kush u bë për 24 vjet, për çfarë do pres? Edhe në buxhetin e vitit 2026 vihet re mungesa e fondeve për rehabilitimin e zonës tek ish stacioni i trenit. Disa vite më parë u premtua se kjo zonë do të rehabilitohej për të ndërtuar aty terminali i ri i autobusëve, por edhe kjo gjë me sa duket ka mbetur në letër. Të shumta janë mjetet motorike dhe automjetet të larguara nga pika e grumbullimit të mjeteve në lagjen 24 maj. Mjetet e mbetura në pritje të përfundimit të proceseve hetimore të prokurorisë. Problem mbetet dhe mungesa e rrethimit dhe ndriçimi, pasi jo rallëherë mjetet e sekuestruara kanë rënë pre mjedhjeve apo dëmtimeve. Tashmë është bërë fakt, 900 automjete të cilet qëndronin të sekuestruara, të aksidentuara apo të bllokuara nga policia tashmë janë larguar për skrap, si dhe 600 motora të cilat tashmë janë larguar nga pika e bllokimit në lagjen 24 maj. Ky është një aksion i cili ishte folur për kohësh për lirimin e hapësirave publike, ndërkohë që në këtë pikë bllokimi vijojnë të qëndrojnë ende rreth 372 automjete dhe rreth 20 motora të cilët janë ende në fazë hetimesh në ana e prokurisë së Vlorës. Megjithatë, sipas informacioneve, pritet që me anë të një ligji të dytë, pas 105 ditësh, nëse prokuroria nuk do të vendosi automjeti do t'i kthehet të zotit apo do të çojë në pikë bllokimi, do të jetë në një fazë të dytë diskutimi. Megjithatë, këto nuk janë problematikat për të cilën ne kemi raportuar edhe në lajmet e mëparshme. Një problematik tjetër mbetet ndriçimi, mbeten kamerat e sigurisë apo edhe rrethimi i kësaj zone në të cilën prej vitesh qëndronin automjetet e sekuestruara. Rreth 900 automjete dhe 600 mjete motorike janë larguar tashmë nga pika e grumbullimit të mjeteve në lagjen 24 maj. Një pjesë automjeteve është dërguar për skrap, ndërsa aktualisht në këtë pikë grumbullimi kanë mbetur rreth 372 automjete dhe 20 mjete motorike. Këto mjete do të largohen në një moment të dytë pasi vijojnë të jenë pjesë e proceseve hetimore të prokurorisë. Do të jetë pikërisht ky institucion që do të vendosë nëse mjetet e mbetura do të dërgohen për skrap apo do t'u rikthehen pronarëve të tyre bazuar në rezultatet e hetimeve që do të kryen.
Largimi I mjeteve të sekuestruara nga pikat e grumbullimit mes të cilave dhe ajo në Vlorë u cilësua si një hap I rëndësishëm për lirimin e hapësirave publike të zëna prej vitesh nga këto mjete. Megjithatë, ky nuk është problemi vetëm që lidhet me këto pika grumbullimi. Një nga problematikat më të hasura mbetet mungesa e rrethimit, e kamerave të sigurisë dhe ndryshimit të zonës. Këto mangësi kanë bërë që jo rrallëherë mjetet e sekuestruara të bien prej vjedhjeve apo dëmtimeve të ndryshme. Mungesa e ndryshimit dhe e kamerave të sigurisë është trajtuar dhe më herët në kronikat e Blu Televizion, por situata vijon të mbetet e pandryshuar. Edhe aktualisht në këtë pikë kanë mbetur vetëm një pjesë e mjeteve. E njëjta problematik vazhdon të jetë e pranishme. Tashmë pritet largimi dhe I mjeteve të fundit, çka do të sillte lirimin e plotë të hapësirës. Megjithatë, gjithçka do të varet nga vendimet e organeve të drejtësisë, pasi një pjesë e mjeteve janë ende në proces hetimi. Sipas të dhënave nga zyra e emigracionit, numri I shtetase të huaj që aplikojnë për leje qëndrimi dhe leje pune në Vlorë është në rritje, veçanërisht gjatë sezonit turistik. 50 deri në 60 është numri I aplikimeve të reja çdo ditë, ndërsa nuk mungojnë dhe kërkesat për rinovim të lejeve të qëndrimit të punës. Numri I shtetase të huaj që aplikojnë për leje qëndrimi dhe leje pune në Vlorë është në rritje. Sipas të dhënave nga zyra e emigracionit, fluksi I shtuar veçanërisht gjatë sezonit turistik duke si një rritje të ndjeshme të kërkesave. Aktualisht regjistrohen rreth 50 deri në 60 aplikime të reja, ndërsa nuk mungojnë dhe kërkesat për rinovim të lejeve të qëndrimit, por edhe lejeve të punës. Për shkak të këtij interesi në rritje, zyra e emigracionit ka shtuar edhe ditën e mërkurë për aplikime, përveç ditëve të përcaktuara më parë. Shtetasit e huaj që kërkojnë të jetojnë dhe punojnë në Vlorë vinë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Risi këtë vit mbetet rritja e numrit të aplikantëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa nuk mungojnë as shtetas nga Italia, Afrika e Jugut, Indonezia dhe vendet e tjera që kanë zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë për të jetuar apo edhe për të ushtruar aktivitetin e tyre profesional. Jam nga Indonezia, kam ardhur për të punuar këtu në Vlorë. Punoj në fushën e turizmit, mirëpres në vendin ku punoj turistët e huaj. Jo, nuk jam me familjen, kam ardhur vetëm këtu dhe kjo është hera e parë që punoj këtu. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu jam bashkë me bashkëshorten time. Kemi disa muaj që jetojmë në Vlorë dhe kemi zgjedhur që të vim të jetojmë këtu. Unë punoj online, çfarë më pëlqen këtu? Ka gjithçka dua për një jetë të qetë, natyra, klima, njerëzit, jemi pranë detit. Po, do të vijoj të jetoj këtu. Ne jemi nga Afrika e Jugut, nuk ka shumë nga vendi im këtu. Jetojmë në Orikum, tashmë jetojmë këtu në vendin tuaj prej 4 vitesh. Pse e zgjodhëm Shqipërinë? Sepse na pëlqen shumë, është e qetë dhe shijojmë detin. Ne jemi pensionistë dhe na pëlqen këtu. Kemi vendosur të jetojmë në Vlorë. Jam nga Italia. Unë punoj disa muaj të verës në Vlorë, sjell një shije të veçantë të Italisë, siç është limonçela. Këtu po aplikoj për të vijuar lejen e qëndrimit. Ky është viti I dytë që punoj gjatë sezonit turistik në Vlorë. Unë jam nga Venecia në Itali. Erdha pak muaj më parë si turist dhe kështu vendosa të vi të jetoj këtu në Vlorë. Pse kjo zgjedhje? Të them të drejtën, në Itali jeta sociale është e varfër. Këtu pash diçka ndryshe. Jeni miqësor me njëri tjetrin dhe me të huajt. Më pëlqen kjo gjë. Unë jam vetëm këtu dhe jam pensionist. Jetesa në Vlorë më lejon të jem I qetë dhe dua të shijoj. Pastaj ka edhe shumë bashkëkombas të mi. Më pëlqen edhe qyteti, klima, deti. Deri para nisjes së sezonit turistik, aplikimet në zyrën e emigracionit në Vlorë kryeshin vetëm 2 ditë në javë. Megjithatë, për shkak të rritjes së kërkesave, zhvendosur shtimi një ditë tjetër aplikimi. Ndërkohë aplikimet e reja arrin në 50 deri në 60 të tilla në ditë, teksa numri I rinovimeve për leje qëndrimi dhe punësimi mbetet edhe më I lartë. IMT ka ndërhyrë këtë të enjtje në shembjen e 3 objekteve pranë rrugës Transballkanike në Vlorë. Shembja e tyre I hap rrugë vijimit të projektit që lidh rrugën Transballkanike me portin e Vlorës, si dhe projektit të Lungomare 4. Inspektoriati I Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë këtë të enjtje në shembjen e 3 objekteve pranë rrugës Transballkanike në Vlorë. Objektet konsideroheshin pengesë për vijimin e projektit që lidh rrugën Transballkanike me portin e Vlorës, por edhe me projektin e Lungomare 4. Shembja e objekteve u realizua pasi ato ishin shpronësuar që në vitin 2018. Prej kohësh godinat ishin kthyer në të pabanueshme dhe përbënin shqetësim për banorët e zonës. Sipas autoriteteve, ato frekuentoheshin kryesisht nga personat përdorues të lëndëve narkotike, çka solli dhe vendimin për prishjen e tyre. Në mbështetje të forcave të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit ishin edhe forcat zjarfikse të Vlorës me qëllim parandalimin e çdo problematike që mund të krijojë gjatë operacionit.
Shembja e këtyre objekteve i hap rrugë tashmë vijimit të projektit, ndërsa autoritetet po evidentojnë dhe objekte të tjera, por edhe rrethime që pengojnë zbatimin e tij. Qëllimi mbetet lirimi plot i hapësirës publike dhe vijimi punimeve sipas planit të parashikuar për projektin e lidhjes së rrugës transballkanike me portin, por dhe vijimsinë e projektit të Lungomare 4. Varrezat e qytetit prezantojnë pamje as pak të standardeve të merituara, edhe pse shërbimet e bashkisë në këtë sektor janë përgjegjës mbi 25 punonjës që duhet të kujdesen çdo ditë, varrezat janë të pushtuara nga barishtet dhe ferrat. Ndërkaq, projekti për asfaltimin e rrugëve në brendësi të tyre vijon me ritmet e breshkës. Vendi ku prehen me qindra qytetarë të Vlorës, varrezat kryesore të qytetit, prezantojnë pamje ku gjendja e tyre nuk është as pak në standardet që ata meritojnë. Kjo pasi shumica e territorit të varrezave të Vlorës është mbuluar nga barishtet dhe shkurret, të cilat fshehin gjithçka. Ndërkohë që prej më shumë se 2 vitesh në shërbimin e bashkisë është funksionar një sektor i cili përfshin mbi 25 punonjës, që duhet që çdo ditë të kujdesen për varrezat e qytetit. Por, pavarësisht funksionimit të tij, varrezat e Vlorës janë në po të njëjtën gjendje, duke mos patur asnjë ndryshim. Ajo se çfarë vihet re është fakti që shumë prej barishteve dhe shkurreve në zonë kanë ndoshta vite pa u pastruar. Pavarësisht se ekziston një sektor i posaçëm me disa punonjës të regjistruar në të, gjendja e varrezave të qytetit të Vlorës ende lë për të dëshiruar. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, shumë prej varreve janë të mbuluara totalisht nga barishtet dhe shkurret, aq sa nuk duken më, çka tregon se për kujdesin nuk është i vazhdueshëm. Për paradoks, siç shihet edhe nga pamjet e Blu Televizion, asnjë prej punonjësve të sektorit të mirëmbajtjes së varrezave të qytetit nuk duket në terren e as në zonë. Ndërkohë që sipas qytetarëve në zonë, edhe numri i punonjësve të cilët përkujdesen çdo ditë është shumë i ulët. Në kontrast me pamjen e përgjithshme, janë një pjesë e varreve të mirëmbajtura nga vetë familjarët dhe jo sektori i mirëmbajtjes së varrezave. Ndërkohë që ka nisur edhe puna për asfaltimin e rrugëve në brendësi të varrezave, projekti vijon me ritmet e breshkës dhe njësoj rrugësh janë ende të parehabilituara. Rreth 40 familje të mbetura në fshatin Drenie, bashkia Patos përballen me dekada me amortizimin e rënd të një segmenti rrugor prej 4 kilometrash, i cili lidh fshatin me zonat e tjera. Banorët thonë se pavarësisht premtimeve në vite, situata vijon të mbetet e njëjtë. Prej më shumë se 30 vitesh banorët e fshatit Drenie në bashkinë Patos përballen me amortizimin e rënd të segmentit rrugor prej 4 kilometrash si qec Drenie. Segmenti që lidh fshatin me zonat e tjera është lënë tërësisht në arresën e investimeve, duke izoluar plotësisht 40 familjet e mbetura në fshatin frikshëm të shpopulluar. Kështu e majnat. Po vetë 68 vjeç, ka qenë më keq. Të thash diçka është berë. E kupton? Në qoftë se unë do marr një makinë të lartë për strat, këtë vetë dhe shtëpia. Tu ne kemi shumë vite që vojnë. Dhe kanë ardhur, kanë parë, kanë thënë do ta bëjmë, kanë ikur, vinë para votimeve, premtojnë dhe zbehet asgjë. Tash rrugat, fshatat e tjerë kanë shtruar në asfalt. Ne jemi vetëm në fshat tu në këtë pellë që nuk kemi hyrë asfaltare. Po në ca nga jo sere e Kasnicës, e lidhen këtë me si qetësën këshu dhe asgjë tjetër. Fshati Drenies vuan fshati jonë shumë. Nësim shumë, jo ka vit, po ka 30 vjetë. 20 me Enverogjen, e po vete 20 me këta, asnjë shërbim. Jeni si fshati braktisur? I braktisur. Vend që prodhon, ku do të çosh, ku do të bësh. Ta dhe shteti. Rrugën e pat vetë. Andre, tash me andre mbana, vej qaketës andre t'i mbana, do fillon nga para. Megjithatë, shtetit vendor, se ne s'kem qa bëjmë. Banorët thonë se pavarësisht premtimeve ndër vite situata vijon të mbetet e pandryshueshme. Sipas tyre, ambulanca dhe mjetet private e kanë të vështirë të qarkullojnë, ndërsa mungesa e investimeve ka ndikuar në largimin e të rinjve dhe të kurjen e popullsisë së fshatit. Për ambulancë. Ne Rroskovec kemi Rroskovec. Unë dua 50.000 lekë të vinë Patos të bashkia. Për të vajtën Rroskovec dhe i kem nga Vlosh. Kap një aty një makinë, po e gjeta mëngjes. Shpejt. Kjo është kryesori për ne. Të rinjt kanë ikur gjithë. Këtu ka ngel nga 2 për shpirat. Sa bëhen? Po,
Janë rreth 40 familje kanë ngel. Po pengon se një pjesë të rrugës e ka bashkia Roskoveci, një pjesë e ka Patosi, nërmjet dy bashkive. Dhe keni mbetur në mes, si peshku pa ujë. Kemi gelashu në mes. Dhe nuk herën para votive t'i hodhën ca çakull, po ai do prishet se shirat ç'a bëjnë e grunit, as kanalizim, s'ka asgjë. Vetëm i hapën çakull kështu. Ka qenë problem, edhe është problem për rrugën. Ne vojmë që se folën edhe para folë që gjejmë makinë të gatshme që shkojmë Roskovec apo në Patos me në një ambulancë, që mos kur se ambulanca nuk themi që nuk vjen, po që bëm rrugën të t'i vjet emri rrugë. Që kanë ardhur e kanë para rrugën këtu diku edhe nuk është bërë rrugë. Sa vite kanë të gjendje? Po tani e kanë edhe të nga qopë sejre zezë këtu, po që t'i vjet emri rrugës që mos bet më nesë nuk është bërë. Jemi njerëz, do vinë ambulanca. Kemi nevojë, do vemi të vizitohemi apo te miku, te shoku. Vjen një mik aty, Allah thotë, drenia thotë. Ku do vesh në drenie? Po më shumë në rruga ikën tërë, më shumë. Ku do vjen çupa këtu, jetoj. Ku do vej? Fëmia do shkollë. Shkolla ka një 10 vjet që mbyllur aty. Ekonomia e zonës mbështetet kryesisht te frutikultura dhe bujqësia, por fermerët thonë se transporti i prodhimeve është kthyer në një problem të përditshëm për shkak të gjendjes së rrugës. Ata apelojnë për ndërhyrje sa më të shpejtë për rikonstruksionin e saj. Pengesë për të gjitha, për transport, për të gjitha. Se ne vetëm burimi jetese kemi vetëm frutikulturën. Blu Televizion është interesuar pranë Bashkisë Patos për këtë problematik, ku informuam se fondi i nevojshëm për rikonstruksionin e plotë të rrugës është i lartë dhe i papërballueshëm për buxhetin e bashkisë. Megjithatë, ata shtojnë se po shqyrtohen mundësi financimi për ndërhyrje në të ardhmen. 10.056 nxënës të klasave të nënta nga 49 shkolla publike dhe jo publike në Vlorë kanë zhvilluar këtë të njëjtë provimin e dytë të programit kombëtar të arsimit bazë në Lëndën Matematik. Zhvillohet këtë njëjtë edhe provimi i dytë i minimaturës për nxënësit e klasave të nënta. Për Lëndën e Matematikës janë 1056 nxënës, ndërsa provimi zhvillohet në 15 qendra të ndryshme nga 49 shkolla publike dhe jo publike në drejtorinë vendore Vlorë Imar. Provimi zgjat për 2 orë e 30 minuta, teksa ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 minuta. 1056 nxënës të klasave të nënta nga 49 shkolla publike dhe jo publike në Vlorë janë testuar këtë të njëjtë në provimin e dytë të programit kombëtar të arsimit bazë në Lëndën e Matematikës. Provimi është zhvilluar në 15 qendra testimi të vendosura në shkolla publike të Vlorës, ku sipas zyrës vendore të arsimit parauniversitar të Bashkisë Vlorë Imar janë marrë të gjitha masat e nevojshme për mbarvajtjen e procesit. Administrimi dhe koordinimi i provimit është realizuar nga 15 përgjegjës të administrimit të provimit dhe 96 administrator të shpërndarë në të gjitha qendrat e testimit. Testi për nxënësit e klasave të nënta ka zgjatur 2 orë e 30 minuta. Provimi ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30. Gjatë gjithë procesit, strukturat përgjegjëse janë angazhuar për të garantuar respektimin e rregullave dhe standardeve të përcaktuara për zhvillimin e provimeve kombëtare. Ky është provimi i dytë në kuadër të programit kombëtar të arsimit bazë për nxënësit e klasave të nënta. Vetëm pak ditë më parë ata u nënshtruan dhe testit të gjuhës shqipe, ndërsa kalendari i provimeve do të vijojë deri në 30 qershor, datë në të cilën do të zhvillohet testi i fundit. Për vite me radhë, Shqipëria ka mbetur jashtë vëmendjes kryesore të turizmit evropian, e njohur, por radhëherë zgjedhja e turistëve. Kështu shkruajnë mediat kanadeze, sipas të cilave ajo që e bën Shqipërinë të vlefshme për të vizituar nuk është vetëm një element i veçantë, por një kombinim unik. Për vite me radhë, Shqipëria ka mbetur jashtë vëmendjes kryesore të turizmit evropian, e njohur por radhëherë zgjedhja e turistëve, shkruan media kanadeze Holler Magazine. Kjo po ndryshon me shpejtësi, ndërsa vendi që për dekada qëndroi izoluar nga bota, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor, duke u ofruar atyre mundësinë të zbulojnë para se zhvillimi i infrastrukturës dhe rritja e kërkesave turistike të sjellë dhe rritjen e çmimeve.
Ajo që e bën Shqipërinë më të vlefshme për të vizituar nuk është vetëm një element i veçantë, është kombinimi unik i qyteteve të vjetra osmane, pjesë bregdetare të Jonit, rënojave bizantine, fshatrave malore dhe kuzhinës tradicionale, që ruan ende identitetin e saj origjinal. Vendi shtrihet në një vijë bregdetare rreth 450 kilometra, por pse duhet vizituar pikërisht tani? Shqipëria ndodhet në një moment të veçantë që turistët me përvojë e njohin mirë dhe kërkojnë. Infrastruktura është e përmirësuar mjaftueshëm për të ofruar komoditet. Turmat ende nuk kanë mbërritur nëpër masa që shihen sot në Kroaci apo Maltëzi. Çmimet mbeten të ulta ndërsa peizazhi natyror është ruajtur në masë të madhe dhe mbetet i paprekur. Me kalimin e kohës, Riviera shqiptare mund të përjetojë të njëjtin zhvillim turistik si dhe shumë destinacione të njohura të mesdheut. Vizitorët e sotëm po përjetojnë një moment unik që nuk do të zgjasë përgjithmonë. Shqipëria mbetet një destinacion në zbulime sipër, ku shumë prej vendeve më të jashtëzakonshme të krijojnë ende ndjesin se po zbulohet një thesar i fshehur, kjo një atraksion i njohur nga të gjithë. Është qelur në Galerinë e Arteve të Vlorës ekspozita me punime të artistëve profesionistë Kristaq Pavli dhe Fabian Muhameti. Eventi ka tërhequr vëmendjen e ardashësve vlonjat në kuadër të aktiviteteve të organizuara nga Qendra Kulturore e Vlorës. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.